Përshëndetje shikues të nderuar, kesh ka e bëj një kafe të Vilvetës se midis prita me ardhe dhe me pi këtë kafe për arsye se edhe në shtëpi kur po jemi, edhe pse duhet me ardhe me punu kudo që të punojmë, na po duhet me kry ato obligimet të shtëpisë. Prandaj thash të pi unë një kafe të Vilvetës një herë, e tona t'ja nisi me bismillah punë tjera. Shikues të nderuar, kafen e piva e mirë shumë, por tash sot do t'ju bëj një recept e cila më ra në sy dhe më kujtua kur ishim në gjyshet milionere në Shqipëri, e kom pa duke përgatit ato shoqet e mia harapashën dhe më kujtu me bo me au tregu edhe juve këtë recept. Për ndryshe harapashë është në Shqipëri i thonë harapash, por në gjitha treva tona kjo faktikisht është receta ma e vjetër, ushqimi ma e vjetër autokton shqiptar, të cilët e bojnë të gjitha trevat. Por, në çdo trevë e kanë ndryshu. Ose i kanë qitë djathë, ose i kanë qitë mish, ose në varet qysh në pozitës geografike, që kanë pas ma shumë atë që kanë pas. Prandaj, quhet ndrysh, bëhet ndrysh, po harapashi i Shqipërisë është ky dhe unë sot do t'ja gatuj dhe mbane mend sepse është ushqimi ma i vjetër shqiptar. Harapashi përgatitet me miell misri, se përdojnë për një 2 deri në 3 persona, 7 lugë miell misri, pak kashkavalл, pak djathë, gjartë dhe kurgjë tjetër. Atëherë, përgatitjen e filloni në këtë mënyrë. E merrni gjarpën edhe vënë në tigan. E shkryni mirë, i shtoni vaj. Ja shtoni tani 7 lugë miell plot. Dhe këto e përzini kështu dhe e fërgoni pak deri sa të skuqet. Më thonë, në formë të një qërvishit vetëm me miell misri. Që veç ka fillu me u skuq ka pak, pendalim pak temperaturën. Dhe tani ka fitu një ngjyrë ashtu kremoze, pak ma të mbët dhe mendoj që është mjaft të skuqën. Andaj ja shtojmë kashkavallin. Ja shtojmë djathin. E përzim këto bashkë. Tani kur të gjitha këto janë fërgu mirë kështu, atëherë i shtojmë 200 ml ujë të bluar. Me ujën kamelat që na mundëson me edhe me gatu me ujën dhe të shëndetshëm dhe të filtruar dhe të mirë. Pashtu me pajisjen e si vegetës, e keni një gjygym jashtëzakonisht të mirë, e cili fillimisht këtu e keni kur të filloni me përdor është me temperaturë me sa dëshironi me vlu ujën. Edhe pashtu është një zbukurim për kuzhinën e juaj, prandaj unë e vlova ujën për me mujt me përgatit harapashën sot me këtë pajisje. Dhe tash, ja shtoni 200 ml ujë. Pasi kashkavallet dhe djathi kanë krep, atëherë i shtoni vetëm pak, për arsye se këto të dyja kanë mjaft krep dhe mos mu bo shumë e gjatë. Normal e qëtim pak kryp të himalajve të urës, e cila është edhe shëndetshme edhe shishme. Dhe tani e kemi fitu harapashën kështu, e ulni temperaturën minimum dhe e leni kështu të vlon dikun për një 5 minuta. Dhe tani kjo është e gatshme me një aromë jashtëzakonisht të mirë. Dhe ja shikues të nderuar, kjo është harapashë. Do të thotë receta ma vjetër e kuzhinës shqiptare në të gjitha trevat tona. Këto e në fund, mund t'ja shtoni edhe pak gjizë ose djathë të grimcum për mi. Dhe është një shujt shumë e shishme, e mirë dhe e çkashme me rëndësi, është mjaft e shëndetshme. Shikues të nderuar,
Deri në emisionin e ardhshëm me këtë recept të vjetër shqiptare, ju përshëndes duke ju uruar gjatëtim mire.